Mirë po, pastaj po paraqiten aty problemet, jo të kjo e para, po e të e dyta që ka qenë doktoresha, dhe ajo grueve, problemet e interesit. Jo, po ato këto, shiko, zoj, unë e kom fitu milionshin me burin tem, dërka që ti si grue dytë, du të mi ditja do regula. Edhe kjo ka qenë vetëm ofert, ka qenë, nuk ka qenë martes. Edhe burri jam bile thoi ke pse po donë mi shtit therë komës. Të më të në atë aspektin. Dhe më thonë ato nuk pranuan. Që nuk kanë qenë, ajo jo që s'ka pranu, po e po ashtë nuk është besimtare mirë. Nuk është. E mu për besimtare, për me ma pru, për jo besimtare, për me ma pru një qaj, një kafe, une se kisha konsideru si shërptore ata. Po si gruaja e dytë e buritem, madje, me islam nuk i drejt as një fjalë me që për të gruaja e dytë për gruën e parë, as nga të gruaja e dytë e para, duhet shumë drejtësi, po plus mu hiq nuk më kishë interesu, sepse në muslimanët nuk i mbajnë gratë me një dhomë, me një shpi. Këtu të na në Kosovë, me njëherë, a thonë që gruaja dytë, me njëherë mendojnë se në një dhomë gjumit kam i pas, me një shtëpi kam i pas, harem kam e ba. Mirë po kjo ka qenë vetëm ofertë, nuk ka qenë martes, tash imi ba 59 vjeqë, unë aj 60, nuk kemi nevoj, jetojmë të lumtur, I mjaftojmë njëni tjetrit, mirë po si e re kam dasht me ba, për altruizmin tem, sepse edhe një gruës tjetër në krushet madhe. Mirë, ti ke dasht me ba për me ndihmu një gru tjetër. Edhe materialisht, edhe moralisht.